Nëse shikojmë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte besimtarët, sahabët, shokët e tij me ardhjen e muajit të madhërisëm të Ramazanit. I përgëzonte që pres largu. I jep atyre përgëzime. S'ka në stavë për të nuk përresh për vërës. Nuk më gjojnë mirë? Jo më mirë. Mashallah mirë. Allah shpërblet. Profeti sallallahu alaihi wasallam para se të vinte Ramazani, muaji i madhërisëm i Ramazanit, i fuste gëzim në zemrat e besimtarëve. I para përgatiste ata. I jepte myshde aty, i jepte përgëzime, fuste gëzimi, kënaqësi në zemrat e tyre. Thoshte, "Atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak." Thot, a e dini se kush po ju vjen? Po ju vjen një muaj i begat, muaj i madhërisëm. Në të zbret mëshira e Allahut. Tufattahu fiha abwabul jannah. Në këtë muaj thot hapen dyert e xhenetit. Shiko si fuste gëzim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zemrat e besimtarëve, me qëllim që ata ta prishin me mallëngjim, ta prishin me gëzim dhe me zi ta prishin këtë muaj. Ke parasysh kur vini mik pres largu ke kopa atakuar me zi pret të takosh. Ajo minuta duket një orë, ajo një orë duket shumë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e përgatiste tokën atyre, kështu e përgatiste zemër atyre që ta prishin me mallëngjim të muajit. Se pasi që thanë fillim të hadithit, thotë ju ka ardhur një muaj i bereqetshëm. Po pse muajt e tjerë sa bereqetshëm? Po bëjse, ka ca veçime. Ka ca gjëra tjera, të cilat nuk janë tek muajt e tjerë. Kështu që mba vesh. Kështu do të tregonte profeti shoh. Në këtë muaj zbresin bereqete si asnjë muaj tjetër. Si asnjë muaj tjetër. Prandaj thotë, në të hapen dyert e xhenetit, wa tughallaqu fiha abwabul jahim. Mbyllen gjithashtu edhe dyert e zjarrit. Me fjalë, për atë i cili do të kthehet te Allahu azza wa jalla. Dakord, gjatë gjithë vitit gabimtar, e harrojmë Allahun shpesh, herë mirë, herë keq, herë rrëzohemi, herë ngrihemi, Mi po kur vin ky muaj të Allahut se prit. Bomba. E kisha një vit, kaq muaj, po këtë muaj tash prish. Na dal tash. Një muaj për Allah. A shumë ky muaj duket shumë për Zotin? Një muaj do të ma kushton. Po ti lexoj të gjitha gjërat thotë që ti të më afrohesh mua. Po të lëshoj bereqet si asnjë muaj tjetër. Asnjë muaj tjetër s'ka bereqet kështu. A që ti të nxitesh. Po t'i hapë dhe dyert e xhenetit. Po t'i hapë dyert e xhenetit. Çfarë do të thotë hapja e dyert e xhenetit? Hapja e dyert e xhenetit do të pejgamberi. Çfarë do të thotë? Me një fjalë, regjistri është hapur për atë që do të futet në xhenet, vetëm thjesht kërkoj se do ta regjistrojë Allahu për xhenetin. Regjistri është hapur dhe gati është ai. Do të futet në xhenet, futu. Jo, po ti nuk do. S'do ti. Sa Allahu ta ka mundsuar të gjithë. Shikoj po ta shtron rrugën. Bereqetet pa fund. E dyta po të hap dyert e xhenetit. Futu ke njëra derë, te dyert e xhenetit. Futu ke njëra. Zgjidhe njëra në maj. Jo po ti. Mirë, dakord. Po ta mbyllet regjistrin e xhehenemlit. Nuk ka xhehenem të muaj. Allah. S'ka xhehenem. S'ka. Mbyllen dy. Jo ti me zor tu xhehenem, por nuk ka xhehenem ose tri. Mos të fut me zorë, Allah. Po ti mbyll thotë, çfarë? Nuk ka xhenem. Vel regjistrot emri. Kuptimi është nuk regjistrot emri nga xhenemli. Me zorë. E po të thot dikush për mirë, po na mashton shejtani. Shejtani mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdon hadith. Wa tusaffatu fiha maradat ash-shayatin. E në këtë muaj, pasi që hapen dyert e xhenetit,
që ti the, vështirë është 8 dyrë shumë. Mirë, po të mbyllim dhe dyrët e zjarë. Edhe këtu s'do, po të mashtron shejtani, s'ka shejtani. Opa, mbyllim dhe shejtani. Madje, disa transmetime kanë treguar mbyllën shejtani në përgjithësi. Disa transmetime të tjera thonë mbyllen ata shejtan që faktikisht janë të fshinit, bëjnë keq, ty thysin, të fusin harame, s'lën gjë pa bërë. Pra shejtanët e fshin. Ata që të nxisin mëkat, e s'kan ata. Qa Allah kemi, qa Zoti kemi. Shiko, që se nga duket mirë në Allah? Shiko, po talë pak nga tema, me që se ju e di në shupin se di që jam, do më thënë këtë pjesa e mjekësis. Mjekët, e këtë me tregon të një krishter, gjoni pasë këtë diçka të bukur. Një krishter i thoshte një musliman. Thoshte, ore unë habitem me ju muslimanët. Kur agjerojnë në Ramazan, ore shumë mirë se mashallah agjerojnë gjithë i popull e tjerë, po ju rrini gjithë viti pasaj e zëvëzonin ndarë të bukën. Zoti ju i ka thënë që ore, gjatë gjithë vitit juve keni hënë, keni pi, këtë muaj s'ka të me hënë. Ju rini 12 tonë pa ngrënë, pasaj e zëvëzonin gjithë në fund fare një iftarë. Se kështu do Zoti ju i thoshte, i krishteri, faktikisht ka drejtë. Edhe me mjekësi, kështu është. Do të kesh të disa raste që të rruhesh nga yndyrë, do të rruhesh. Kështu njëtësh edhe me Allahun, thoshte. Pra ti e ke kundërshtuar Allahun gjatë gjithë vitit, ti ke qenë larg Allahut, ose herë po, herë jo. Herë ke qenë mirë afër me Allahun, herë ke qenë larg, në tjerë mirë, por këtë muaj thotë Allahu, jo, prit. Këtë muaj thotë do vish patjetër. Se muajt e tjerë të kam thirrur, në s'kam. Po do thotë ky xhaxhi këtu po mish, si më thret Allahu, më thret me Allahu, 5 herë në ditë. Thret Allahu hajde shpëtim, hajde këtu se këtu është shpëtimi, këtu e gjeni shpëtimin e këtu. Këtu. Po do thotë po mirë, po pse vetëm ne që kemi më të mirë në shtëpi të gjithë botës. Po mirë, po gjithë ky fshat, po gjithë ky qytet. Shiko. Gjo. Ashtu si që ti ke shtëpia jote, nuk i fut çdo kënd, çdo kush të kalojë ty ke rruga, hajde burru. Ja, se bën këtë ke shtëpia jote, apo s'është? Po, nga kur të erdhi një hoxh, të respektosh, të erdhi një mik, të erdhi një afër, hajde të përgatish. Pra, jo çdo kënd e meriton që të futet ke shtëpia jote. Njëtësh me Allahun, jo çdo kush e meriton të vijë ke shtëpia e Allahut. A janë xhamia të shtëpia e Allahut? Po apo jo? A janë? Atëherë nuk e meriton çdo kush të vijë këtu ke shtëpia e Allahut. Pra ti që ka ardhur ka dashur Allahu, apo s'është kështu? Të kanë nderuar nga të gjithë ta këtu. Se fare, çu është vetëm ne që jemi më të mençur, po. Ne jemi më të mençur. Ne jemi më të mirë. Ne jemi më të mirë. Na ka veçuar Allahu, na ka futur në shtëpinë e tij. Fakti që ai na pranoi, na do, na ka pa diçka në zemër. Fakti që ai na lejoi të na vi Ramazan, se ju gjithë e lejon Allahu, se kanë njerëz që kanë tepruar kufit me Allahun dhe thotë jo, nuk ik larg, i ka se Ramazan nuk e meriton të vish ke muat. O gjënë e shumicës njerëz, nuk e meritojnë. Kanë tepruar me Allahun ata. Kurse ne alhamdulillah. Po të thush ti o hoç, po sa gjunafe ka mund që si viti. Po vallahi po jam, kemi gjunafe, sa dush ti kemi. Ju vin ka Allah. Sa herë po gabime i fëmijë i vogël i ke shtëpia. Sa herë bëj Allahu. Ai bën gabime, unë bëj Allah. Ai prapë ti ke gabim, 200 herë ti ke gabim, 200 herë bëj Allah. Me Allah në shako më shumë. Se herë këndoni nga Allah në do. Përndaj, këshilla me këta mbyll është të shfrytëzojmë të ditë. Të shfrytëzojmë të ditë sepse na përzgjodhi Allah, lusë më të arrijmë të ditë. Po na përzgjodhi Allah, do të thotë, është një shans që na jep Allahu një herë në vit. Është një shans i madh. Sa veta kemi ne që nuk janë më mesin tonë, ka ndruje. Allahu më mëshiron. Se mundsoj Allahu, apo tyre që janë jashtë, se mundsoj Allahu. Ne na mundsoj Allahu. Kështu që ti shfrytëzojmë këto. Le të jetë ky muaj komplet adhurim. Po nuk është shumë me një muaj, vallahi. Ore nuk është shumë një muaj. Një muaj nuk
nuk është shumë për Allahun azza wa jall. Le të jetë ky muaj komplet adhurim. Po do thosh ti pse do të rrigjit në xhamia? Jo. Kush ta që do të rrish në xhamia gjithë? Kudo qofsh bëje adhurim. Pra jeta besimtarit do të jetë e gjitha adhurim. Allahu azza wa jall thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar gjindet dhe njerëzit vetëm se për një qëllim. Kush është ai? Ta adhurojmë atë. Trim gjithë në xhamia jo. Po do të thotë që kudo qofsh ti kthesh në adhurime. Edhe ke puna jote ta përmendesh Allahun, qursh që adhuron Allahun. Edhe kur hap bukë ti ke shtëpia. Adhuron Allahun, kur del me bismillah nga shtëpia, pra e gjithë jeta e besimtarit qen ka adhurime. Po, adhurime. Njëti jot që ti e bën për hir të Allahut, po dal nga shtëpia për hir të Allahut, po futem me bismillah, po mbaroj me alhamdulillah, gjithë do ta bëjnë adhurime. Le ti jeta jonë kështu. Të paktën një muaj mos na duket shumë vëllai. Një muaj nuk është asgjë. Prandaj, ka ca gjëra që ndoshta shiko, ka ardhur një hadith te Imam Tirmidhi. Thot el-julusu ma'a ahli. Thot ahabbu ila Allah min julusi fi masjidi hada. Thot të qëndrosh me familjen tënde. Të ndrosh i muhabet me grunda, me fëmijët e tu. Po me njetë të mirë që po e bëj këtë për hir të Allahut. Apo të hash iftar në familje. Apo së fyr. Apo ti përmendesh hadithe të tjera, pra ca gjëra që gjeste të vogla. Është më e dashur të pejgamberi se sa qëndrimi në xhamin tim. Po të thotë dikush, thotë bashkimi këtu të bëmirë, po qëndrosh ke xhamia është adhurim. Po ke shtëpia me pa ajo adhurim është. Kjo është ajo që na kërkohet ne. Kjo është ajo që adhurimi nuk është vetëm falësh namaz tu në xhamia. Jo, kudo qofsh. Kudo qofsh ti e kthen e shndron jetën tënde në adhurim. Kjo do të jetë muaji jon, kështu do të jetë muaji jon të hymë në këtë muaj të dalim, domethënë të dalim ashtu siç Allahu azza wa jall është I kënaqur me ne. Me qëllim që të mos jemi për të përjashtuar.